Horoskopi ditor e mërkur 16 prill 2025. Dashi, do të kaloni nga një periudhë as pak e këndshme në një tjetër ku nuk do ju mungoj shpirti i iniciativës. Mërkuri do të hyjë në shenjën tuaj dhe kjo gjë do të dyfishojë nismat interesante. Demi, parashikohet një ditë interesante se i takon formës fizike, ku do të dukeni më së miri. Kush po mundohet të gjejë një zgjidhje, mundësitë janë të mëdha. Këshillohet që të përballoni ditët qetësisht. Pinjakët, nuk keni përjetuar momentin më të mirë sa i takon ndjenjave, ndoshta për shkak se raporti në çift ka qenë i komplikuar. Gjithçka ka të bëjë me njerëzit që ju rrethojnë, të cilët nuk janë të kënaqur. Situata do të vijë drejt përmirësimit. Nga porja, kërkohet pak më shumë vëmendje në punë, por dhe në raportin në çift. Veçanërisht kjo ka të bëjë me ata që kanë një aktivitet të tyren apo punojnë me një ortak, pasi ka ende gjëra të paqarta. Luani, ky moment është mjaft i favorshëm për lumturinë tuaj. Ata të cilët së fundmi nuk arritën të kënaqeshin, do të kenë mundësi për të përjetuar momente të këndshme. Mundoni që të gjeni kohë vetëm për veten. Virgjëresha, në këtë fazë të jetës suaj përjetoni disa situata vendimtare. Çdo gjë që ju propozoni zgjat shumë pak, gjë që ju bën të pyesni veten, nëse po bëni gjërat e duhura. Ditët në vijim do ju sjellin ndonjë këshill më shumë se si të dilni nga kjo situatë. Peshorja, në këtë periudhë ndjeni nevojën për të përmbysur situatat që nuk ecin, por ndjeni të dekurajuar. Ata që kanë marrë një detyrë të rëndësishme, tashmë po kuptojnë se në fakt ishte një mashtrim i madh. Akrepi, Mërkuri do të ketë ndikim neutral në shenjën tuaj, ndaj vlerësoni më mirë situatat profesionale, të cilat janë vërtet të rëndësishme. Jo çdo gjë mund të zgjidhet sa hap dhe mbyll syt. Intuita do ju ndihmojë. Shigjetari, ka ardhur momenti që të mendoni lidhur me gjërat më praktike, kështu që nëse keni gabuar, ka ardhur momenti për të ndryshuar. Do të jeni të karikuar me energji dhe nuk do të hiqeni para asgjëje.
Përqendroni në atë që dini të bëni. Britsjapi. Duket se ka ardhur momenti për të analizuar me kujdes të gjitha situatat profesionale dhe në fushën e ndjenjave. Duhet të mundoheni që të mos tregoheni shumë të kuptueshëm me kudo. Ujori. Parashikoni keq kuptime dhe tensione. Me të lindurit e shenjës së Demit dhe Luanit mund të keni marrëdhënie të veçanta. Mundoni që të bëni diçka më shumë, sidomos për të përmirësuar situatën ekonomike. Peshqi. Do të jeni disi të përhumbur, ndaj mundoni që të zgjidhni një problem të vogël personal. Duhet të veproni me kujdes, sidomos se i takon dashurisë. Mund t'ju jetë komplikuar jeta me një person që nuk ju meriton.